Gjatë 24 orëve të fundit në klinikën për sëmundje infektive është shtruar edhe një pacient 76 vjeçar i dyshuar se është infektuar me virusin e Nilit perëndimor. Me këtë rast të ri, numri i pacientëve që trajtohen si raste klinikisht të dyshimta ka arritur në 7, ndërsa 80 pacient tashmë është konfirmuar ethet e Nilit perëndimor. 3 prej tyre ndodhen në gjendje kritike, të shtruar në repartin e kujdesit intensiv dhe të vendosur në ventilim mekanik. Gjendja e tyre shëndetësore sipas mjekëve mbetet e pandryshuar. Të gjithë pacientët janë nga Shkupi. Aktualisht në klinikën për sëmundje infektive janë të hospitalizuar 10 pacientë, të cilët është përdoftuar në mënyrë laboratorike prezenca e etheve të Nilit perëndimor. Nga këto 10 pacientë, 3 pacientë janë në gjendje kritike dhe gjenden në ventilim mekanik. Drejtori i klinikës për sëmundje infektive, Dr. Fadil Cana, bëri ditur se më të rrezikuarit janë personat mbi 60 vjeç, të sëmurët kronik dhe personat me sistem imunitar dobësuar. Ai theksoi se rreth 80% të infektuarve e kalojnë sëmundjen me simptoma të lehta ose pa simptoma. Site pacijenti što se hospitalizirani ka nas se nad 60 godini возраст и сите се со придружни заболувања. И тоа треба да се напомене. Значи, постарите лица со придружни заболувања, имунокомпрометирани лица, тоа со ослабен имунитет, се подложни на овој вид на заболување. Тоест на потешката форма, затоа што 80% тоа што неколку пати е кажано, на 80% од случаите поминуваат лесно или да кажам и асимптоматски. Cana bëri të ditur se për të konfirmuar formën neuroinvazive të sëmundjes tek rasti më i ri, nevojiten analiza shtesë të lëngut cerebrospinal. Ai sqaroi se testi PCR nuk konsiderohet standardi kryesor për diagnostikimin e formës neuroinvazive të etheve të Nilit perëndimor, ndaj pacientët i nënshtrohen ekzaminimeve laboratorike shtesë dhe trajtohen si të prekur nga virusi. Sipas Canës, periudha e inkubacionit zgjat deri në 14 ditë dhe ecuria e sëmundjes nuk mund të parashikohet për çdo pacient.